Por që po them, nuk është njëjtë për arsye se për gjitha partitë politike, opozit, për arsye se këta të opozitës definitivisht shkuan në takim të presidentja, deklaruan jo njëherë, ma shumë se njëherë se do të shkojnë zgjedhje, duke pasur parasysh rezultatin që kanë pasur në zgjedhjet e fundit, që nuk ka qenë më i miri, dhe thjesht kjo mund të konkludohet nëse në mënyrë paragjykuese themi, por jo, unë nuk them ashtu, nuk po them për askënd, nuk po i drejtohem askujt këtu, po që ndoshta ata kanë ndonjë plan që thjesht siç provuan vitin e kaluar që në asnjë mënyrë t'ja mundsojnë, pra t'ja pamundsojnë fituesit edhe parlamentin edhe qeverin, tani me që vetëm këtë hallkë kanë mundësinë ta bëjnë, ta pamundsojnë përmes presidentit ta çojnë vendin zgjedhje dhe pastaj konfiguracioni politik do të ndryshojë me shpresën e tyre dhe që ata mund të bëhen bashkë dhe mund të ketë rezultate të ndryshme edhe fituesi edhe këta të tjerët dhe nuk mund të ketë parametrat një çfarë janë tash. Prandaj, mendoj që si rrjedhim i kësaj që thash, për ta shkoqitur e për ta kuptuar më mirë shikuesi ju i nderuar, thjesht në interes të fituesit është tash ndryshe sikur vjet prej vitit kaluar që thjesht me që është kuvendje, ka qeverin 100% ka nga koalicioni vetë, që vendit mos shkojnë zgjedhje dhe që këtë 34 ditë të cilën gjykata e ka dhënë dhe nuk është njëjtë sikur të kishte thënë për shembull që dekreti ka qenë në frymën e kushtetutës, ku do të shkojmë njëherë në zgjedhje sepse vetveti është shpërndahet parlamenti, tani është ndryshe, tani është dhënë mundësi dhe është interpretuar në ndërlidhje neni thash pak më parë, po them përsëri ndërlidhje neni 86 me neni 82-3, që thjesht të ketë një mundësi për respektimin e afatit 60 ditor dhe fillimin e procedurës. Gjykata ka thënë që e ka pranuar që procedura ka filluar, procedura duhet vazhdoj, i ka dhënë 34 ditë, brenda këtyre 34 ditë, po patjetër duhet ketë reflektim fillimisht fituesit. Ju keni shpresë, profesor, që do të ketë? Unë kam shpresë deri në moment fundit, sepse e kundërta do të ishte jo vetëm nonsens politik, po do të ishte turp politik, do të ishte një sjellje e skajshme, e papërgjeshme kësaj klase politike, e cila fare nuk vret mendjen as për përgjegjësitë që ka, e as për votuesin, e as për Republikën. Prandaj do duhej që të gjejnë një zgjidhje, nuk bëhet kiameti. Zgjidhja vetme tani ka mbetur, që në të ndihmojnë edhe të tjerë, veçanërisht profesori Flamor, që është me PDK-n, se vetëm me PDK-n mund të ketë një farë sigurie, pa probleme që të ketë numrin 80 dhe që të zgjidhet një president dhe të shkohet përpara.